si e fillut karrierën e të shkruarit poezi Ali Haka mbas viteve 90, pasi ju mbyllët karrierën si gazetar të gazetës Shkëndija dhe dihet procesi viteve 90, shumë njerëz u larguan nga gazetaria, shumë njerëz u larguan nga televizioni, se atëherë një televizion ishte, dhe filluan të hapshin rrënjët e tyre në popull duke marrë shkrime, mendime, indinjate të ndryshme për t'i dhënë librit atë çka njerëzit kërkojnë në kohën sot moderne. Ali Haka, a është pjesa e modernizimit të librit dhe të poezisë, ku poezia mbledh gjithçka? Si shikoni këtë? Mua në gjatë jetës time, mu bë pjesë e jetës gazetaria. Dhe, si që thash, krahas punëve të mia që unë kam shyrë familjen, nuk rria dot pa shkruar të faqja gazetës. Mu bë pjesë e jetës, nuk mundja dot. Dhe, bashkë me një shokun tim, ne kemi bërë dhe 2 libra të tjerë. Pezakët Lushnjar dhe Falenderit 5. Dhe ky është libri i tretë që unë kam bërë vetëm, Zëri im. Në këtë libër unë jo të gjitha. Me cilin e keni bërë librat e parë? Kush ka qenë bashkëautori juaj në këtë libër? Me 2 librat e parë ka qenë Sokrat Ndariçka, Indjeri Sokrat Ndariçka. Ishte miku im, kemi bashkëpunuar bashkë dhe i ndorëm librat. Pezakët Lushnjar dhe Falenderit 5. Ku që kushtoheshin këto librat? Këto libra u kushtohej antarëve të shoqatës patriotike kulturore Myslim Peza, Bashkia Lushnje. Pasi ju jeni dhe kryetari i shoqatës Myslim Peza për Bashkinë Lushnje. Po, për Bashkinë Lushnje. Dhe njëkohësisht dhe jam dhe në bordin e gazetës Peza. Ju jeni shkruas gazetar atje, apo thjesht dërgoni të dhëna për të shkruar gazeta për në lidhje me luftën, me antarë, me pasardhëse veteranët, si? Ne i shkruajmë vetë, shkrimet i bëjmë vetë. Domethënë, për çdo lloj problemi, neve ja dërgojmë gazetës Peza. Dhe kjo gazetë për neve është një tribunë e punës tonë. Na ka ndihmuar mjaft. Edhe kjo neve në ka detyruar që neve të mos heshtim. Për çdo lloj problemi, për çdo lloj gjëje që kemi patur, neve i kemi dërguar te gazeta.